Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Detaj tronditës që i habiti të gjithë në varimin e Shpat Kasapit. Veprimi që nuk duhej i gazetares së njohur. Varimi i Shpat Kasapit, artistit të dashur që la një zbrazdësi të madhe në muzikën shqiptare, u zhvillua pak ditë më parë mes lotësh, heshtje dhe momente që prekën thellë të gjithë të pranishmit. Por mes gjithë dhimbjes dhe trishtimit, një detaj tronditi dhe ka habitur masën e publikut në një moment kur gazetarja e njohur e ka quajtur simbol të një braktisjeje që nuk duhej të kishte ndodhur kurrë. Sipas saj, ky detaj zbulon se Shpati, pavarësisht famës dhe dashurisë së publikut, kishte kaluar një fazë të vështirë, të errët, më shumë se sa mund ta imagjinonin njerëzit. Detaji që i la të gjithë pa fjalë ishte pikërisht momenti kur ul arkivoli i Shpatit, po ulej, syri i të pranishmëve ra mbi një fakt që nuk pritej. Shumë prej atyre që ishin shpallur publikisht miqtë e tij të ngushtë, njerëz të afërt që në rrjetet sociale qanin dhe bënin statuse të mëdhaja, nuk morën fare pjesë në këtë moment. Një heshtje e ftohtë dhe e çuditshme nga një pjesë e madhe e personazheve të njohur, të cilët pretendonin se e donin shumë.